Klubi i Lazios ka bërë pak lëvizje në hyrje dhe dalje gjatë merkatos së janarit, por lëvizjet që ka bërë i kanë shkuar shumë për shtatë të Elsejit Hysajt. Largimi i lojtarëve të vjetër dhe afrimi i atyre në moshë nën 23 vjeç ka bërë që të hapen vende në listën e ekipit për pjesën e dytë të sezonit për futbollistë që ishin lënë jashtë në pjesën e parë të tij, siç i ndodhi Hysajt që në muajin nëntor pas dëmtimit me kombëtaren shqiptare. Kësaj Lazio tashmë ka përfshirë në listë si Hysajin, ashtu edhe Dele Bashiru, të cilët ishin lënë jashtë më parë për të plotësuar radhët, duke bërë që futbollistët të jenë pjesë e ekipit deri në mbyllje të këtij sezoni në dispozicion të trajnerit Sarri. Për Hysaj nuk fol si zakonisht se mund të largohej në janar, por ai do të vazhdojë me Lazio deri në mbyllje të këtij sezoni për të vazhduar më pas karrierën diku tjetër, pasi i mbaron kontrata me Bartekaltrit.